shteti i vogël. Zë që më intereson të di se si vlerësohet kombëtarja e Kosovës në mediat ndërkombëtare. I kom po vazhdimisht se dë mediat e Slovakisë konkretisht kanë vlerësu mjaft të shumë kombëtarën e Kosovës. Tu e di që padyshim që pikë kryesore kur përmendet kombëtarja e Kosovës, padyshim që është Vedat Muriqi. Edhe trajneri slovak e vlerësoi shumë Kosovën, për njëjtën kohë këto respektet mes njëri tjetrit në ndeshje siç është sot, padyshim që janë pak të pritshme që e lëvdojnë njëri tjetrit, nuk jepet me deklarata, për shkak se është ndeshje që ka rëndësinë e vet. Edhe është strategji me a hedh tupin kundërshtarit, presionin psikologjik me a hedh, sepse është shumë kur një dikush shumë superior. Dhe kur fillon ndeshja, fillon 0-0, krejt superioriteti bjen. Për sa i kum para raportimet e mediave slovake, përveç ekipit me cilën janë marrë me formacionet e mëndshme të Kosovës, për edhe të ekipit slovak, ajo që kam boni përshtypje është që ishin hipak edhe historisë se si ka shku Kosova që nga pranimi në UEFA dhe FIFA e deri sot këtë do të thotë prej një ndeshje që kemi humbe dhe prej skuadrave shumë të dobta deri tek fitoret në Sloveni ndaj Slovenisë, në Suedi ndaj Suedisë. Pra që kjo periudhë ka qenë këto prej ardhjes së Fodas, padyshim që edhe i frikson slovakët, jo vetëm slovakët, por edhe Turqinë ose Romaninë në rastin konkret. A do të arrijmë të kualifikohemi në botror? Fillimisht ta kalojmë këtë round